mbrapsht. Me shpirt dua që të vendoset drejtësi sepse boll na kanë shkelur me këmbë, boll se nuk durojmë dot më. Dhe duke parë masën e madhe se sa njerëz po protestojnë, duke parë se sa të rinj dhe të reja kanë në protest, duke parë edhe sot ore, bravo ajo deputetja socialiste që kishte thënë nga sot e tutje jam pa parti. Edhe ajo e ka kuptuar shumë mirë që duhet të reagojnë të gjithë. Bravo i qoftë, edhe asaj bravo i qoftë. Edhe deputetes bravo i qoftë, respektore. Ka qenë në një lum, edhe ka thënë stop për shok. Ka thënë stop, po deri këtu isha. Stop, po nuk u ndjek dot më tutje. Stop sepse nuk mba në më. Dhe bravo i qoftë. Bravo i qoftë asaj dhe gjithë secilit që është në një punë shteti dhe nuk do të ambaja të punën e shtetit me mikore. Nuk do të ambaja të punën e shtetit duke ecur edhe duke vajtur në mitingje se do e diramare, apo do deputeti. Kështu që nuk mbahet, ore po e provon jo me një rrog ini të gjithë me kredi. Me një rrog ini të gjithë me kredi. E kuptoni apo se kuptoni? Me një rrog ini të gjithë me kredi. Me një rrog nuk blini do të shtëpi sa të kini jetën. Të gjithë ju që jeni rrogtar nuk i shkolloni do të fëmijët ashtu si duhet, kur sa të keni jetën. Të gjithë ju që jeni rrogtar, fëmijët tuaj kanë për të dalë në emigracion, siç kemi dalë ne ora. Siç kemi dalë ne në emigracion, ashtu do dalin fëmijët tuaj. Ashtu do dalin fëmijët tuaj të gjithë. Jashtë do dalin siç kemi dalë ne. Kështu që duhet të çojeni të gjithë, të mëdhenj, të vegjël, të gjithë bashkë, në një mënyrë apo në një tjetër. Të gjithë kundra këtij sistemi, nuk po ngriheni kundra Partisë Socialiste.